Shpërdorimi i parave publike si pasojë e papërgjegjshmërisë me dhënien e tenderave dhe mungesës së kontrollit do t'ju kushtojë qytetarëve shqiptar edhe 930.000 euro të tjera. Ndërtimi i unazës së poshtme të Burrelit nga Ulza SHPK kushtoi 1.3 milion euro, por vetëm një muaj pas përfundimit të punimeve, rruga postoi 4 shembje të mëdha, duke u bërë totalisht e pakalueshme. Pas skandalit me shembjen e unazës së poshtme të Burrelit, një segment vetëm 960 metra i gjatë, i ndërtuar nga firma Ulza SHPK, autoriteti rrugor shqiptar deklaroi se do të kryente një ekspertizë të thelluar për të gjetur zgjidhje. Me sa duket, situata u zgjidh, por askush nuk mbajti përgjegjësi për paratë e shpenzuara dhe kostoja u rrit. Buxheti i shtetit do të paguajë edhe 930.000 euro të tjera për të riparuar unazën e shempur të Burrelit, duke çuar koston totale të rrugës 960 metra të gjatë në mbi 2.2 milion euro. Në tenderin për riparimin e unazës së poshtme të Burrelit, autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur fitues kompaninë 2N SHPK me zotërues Ndriçim Stojkun, e cila ofroi një çmim prej 87 milion lekësh nga 90.3 milion lekë që ishte fondi limit. Më herët, ekspertët parashikuan ndërtimin e pilotave në një gjatësi 300 metra lineare për forcimin e rrugës, që pësoi rrëshqitje në një pjesë të madhe të trasesë së saj. Rekonstruksioni i plotë i unazës do të shmangte kalimin e mjeteve të tonazhit përmes qytetit të Burrelit, por rruga asnjë ditë nuk e kreu këtë funksion.